Mos respektimi i rregullave në trafik po ju kushton shtrejt mira shoferëve në Kosovë. Sipas të dhënave të policisë Kosovës, nga fillimi i këtij viti deri më tani, 6259 drejtuesve të automjeteve ju është ndaluar drejtimi i mjeteve motorike si masë mbrojtëse për kundërvajtje të ndryshme në komunikacion. Policia e Kosovës zbaton të gjitha ligjet e aplikueshme në Republikën e Kosovës e në rastin konkret, ligjet që lidhen me fushën e trafikut, ku përveç gjobave për kundërvajtje të ndryshme, janë paraparë edhe masa mbrojtëse. Kështu nga fillimi i këtij viti, 6259 shoferëve u është ndaluar drejtimi i mjetit me veprim motorik. Autoritetet policore thonë se kjo masë është pjesë e zbatimit të legjislacionit që synon rritjen e sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve. Megjithatë, njohësit e komunikacionit vlerësojnë se vetëm konfiskimi i përkohshëm i patent shoferit nuk është i mjaftueshëm për të ndryshuar sjelljen e shoferëve të papërgjegjshëm. Nëse një drejtues i automjetit nuk vetësohet me konfiskimin e patent shoferit edhe ndalimin e drejtimit të automjetit në i fatcaktuar kohor, atëherë nëse kjo i përsëritet për 2 vite edhe i humb 9 pikë, ai e humb patent shofer dhe duhet patjetër të shkohet edhe të ritestohet për patent shofer. Por përderisa ekspertët e komunikacionit kërkojnë masa më të ashpra, juristët tërheqin vërejtjen se kufizimi të drejtës për të drejtuar automjet mund të ngrejë çështje ligjore. Sipas tyre, masat që kufizojnë të drejtat e qytetarëve duhet të kalojnë nëpër procedura të qarta gjyqësore. Policia si organ kundërvajtës mund të shqiptojë dënime me gjobë dhe masat e tjera ndëshkuese, të cilat me ligjin për kundërvajtje, por edhe ligjet e tjera janë të përcaktuara. Sa i përket çështjes së konfiskimit të patent shoferëve, natyrisht që kjo masë duhet të adresohet në gjykatë, sepse mes tjerash konsiston edhe në kufizimin e lirisë së lëvizjes. Përveç ndalimit të drejtimit të automjeteve, policia e Kosovës ka vazhduar edhe me gjobitjen e shkelcëve të trafikut. Vetëm gjatë periudhës 12 deri me 18 qershor, në kuadër të planeve operative për rritjen e sigurisë në rrugë, janë shqiptuar 1534 gjoba për kundërvajtje të ndryshme.